Kam në dorë patatën e famshme të Brukselit, por që e bëjnë shqiptarët nga Kuksi. Një familje që u arratis që në vitet 60 erdhi dhe hapi në këtë vend këtu Frit Land. Prej sa vitesh bëni patatën e famshme ju këtu në Bruksel? 44 vjet. Kjo është jo vetëm një kënaqësi të mi bën fritat skuqur në mënyrë tradicionale, po është edhe një histori të familjes të imigrantëve të Shqipërisë. Ka qenë kjo lagje në vitet 70? Një lagje random, nelon mas dorës edhe shumë e dhunshme. Droga, zona e prostitucioneve. Si e mbrojti babai juaj biznesin? E ka pas një makinë e vogël, e fut para dyqanit. Këtu? Për na veshgu ne, apo nëshim, e sidomos me na mbrojt. Ka njerë me alti, ka njerë me dras, me dru, me grushta. Ishte realisht shumë e të nëndshme atë. Dhe sot që flasim, kjo është lagja më e mirë. Po, ka ndryshu. Po, ka ndryshu, totalisht. Po si ka mundësi që ju nuk e shite dyqanit basikjes së babait tuaj nga kjo jetë? Trashëgimi. Po, amanet mos me durzu kur, mos me shqit lokalin, sepse është letë tesarme, është edhe ardhme e këtë familjes. E kemi kalu e disa gjana në periud luftës Kosovës. Nuk ka egzistu ambasadë Kosovë, as ambasadë Shqipënie. Kjo kanë veni ku njerëz si vishin për jashtit, popullsi shqiptare, ka pas një vend ku u gjishin. Na shiqim frita, po baba jonë me historinë e vetë, o kanë veni ku ka pas marak mi ftu e shqiptarë, e me pa minipi atëne, me mujtë minimu për shaki mundësi minimu, e shpesh këmë thonin, si s'ka pas ambasadë, o kanë një ambasadë këtu në qendër Brukselit, Fritlandi.